Pas ditën e 1 qershorit, Qendra Kulturore e Fëmijëve Mat në Bashkinë Matë zhvilloi festivalin Zëra të Rinj, që tashmë është kthyer në traditë, por ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit u mendua që ky festival të zhvillohej pikërisht në ditën e festës së fëmijëve. Për këtë, kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni bëri edhe urimin e rastit, si dhe shprehu mbështetjen e vazhdueshme ndaj arsimit dhe fëmijëve. Duhet të uroj vetëm gëzuar 1 qershorit, sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve, edhe qofshin të lumtur gjithmonë, edhe t'i bëjnë dhe prindrit sa më krenar, edhe të jemi shumë krenar për ato. Bashkia Mat do jetë gjithmonë e pranishme pranë tyre, sepse këto janë në ardhmja jonë. Konkurrimi për të rinë pjesëmarrës në këtë festival u vlerësua nga një uri e ngritur, konkurrentët treguan talentin e tyre në këngë dhe instrumente muzikore, po ashtu përshëndeten në këtë veprimtari edhe fëmijë të vegjël me kërcime të ndryshme. Në fund të gjitha performancave, juria e festivalit Zëra të Rinj ndau edhe çmimet për fituesit. Me çmimin e parë u vlerësua Emel Lala me këngën Dua, ndërsa çmimet e dyta shkuan për Aysel Gjoni e Stesi Kuka dhe me 3 çmimet e treta u vlerësuan Sindi Hetaj, Klea Skuraj dhe Rea Sulej.